në hymjet të Skënderajt, rruga ku do të njëra me shku për prekaz, e tjetra me hy poshtë, në të djathtë me hy ka qyteti, bash aty s'kaj rrugës na i hasëm ne grumbull të vogël njerëzve, unë nalëm aty ishin vendos kufomat, edhe ishin një numër i konsiderueshëm i njerëzve që ishin mbledh aty, jo shumë, në mesin e të cilëve ishte i kudo ndodhuri profesor Zekeria Salla. Aty nisëm me bisedu me ta, me pa komplet, dhe me thonë pamja ishte të mërshme, masakra ishte për masave të jashtëzakonshme, gjithë shka shihej, është vështirë me përshkrue, është zërë edhe me thonë, edhe për shkak të familjarëve, edhe për shkak të publikut, po vërtet ishin pamje të lahtarshme. Cila në fakt ishte gjendja e kufomave? Do të gjejë. Ishte kufoma të masakrume, kishte kufoma të djeguna, kishte përplot gra fëmijë,